Hasan al-Basri, Allahu e mëshiroft, thot: Inna li ahli taqwa alamat. Ato të cilat kanë devotshmëri dhe taqwa Allah, thot, kanë disa veçori, disa shenja që njihen dhe dallohen nga njerëzit. E para, thot, sidqul hadith. Kur flet sinqerisht. Flet fjalë të vërteta. E dyta, thot, el wafa'u bil ahd. E ruan premtimin. Kur e jep fjalën, e mban fjalën. E treta, thot, silatur rahim. E ruan lidhjen farefisnore. Nuk bëhet hasëm me farefisin e tij. E treta, thot, wa rahmatu duafa. Është i mëshirshëm ndaj të vobekteve. E katërta, thot, wa qillatul fakhri wal khuyala. Nuk është arrogant, nuk është mendje madh dhe kryeneç. Kush ai i cili ka taqwallak. E pesta, thot, wa badhlul ma'rufi wa husnul khuluq. Gjithmonë e gjen duke bërë të mirën, duke vepruar mirë dhe bamirësi, dhe e gjen këtë i cili ka taqwallak, thot, që ka është i pajisur me morale të larta.